Periudha pos Big Brother është gjithnjë më interesantja sa i përket shifteve. Koha është ajo që dëshmon nëse raportet e krijuara në format reality mbijetojnë apo jo. Ky sezon i Big Brother VIP Kosova solli shumë çifte në numër. Një prej tyre është Lelo. Historia e dashurisë së Leos dhe Lelës po i mbjeton kohës duke qenë në fakt ndër më stabilet. Por prej 2 ditësh rrjeti po zihen. Teksa gjithë vëmendja ishte tek drama e Drilonit dhe Sarës, emri Leos po lakohet në rrjetet sociale për disa biseda. Një faqe në TikTok ka publikuar biseda ku pretendohet se Leo e fton për takim ish partnerin e tij në Gjermani. Numri në screenshot në shifrat e nxjerra del të jetë i tij. Biseda e paverifikuar i kërkon personit të pres për të folur kur të vijë së shpejti në Gjermani. Për bisedat është informuar edhe Lela që foli për Priveva Liberta Spahiu. Do fotot që kanë dalë në Twitter edhe në TikTok, zia e në Gjenia i keni pa? Po i kena po, fakt, dja i ku po avon edhe bashkë me Leo. Ideja është që ato fjallë thuhet që Leo ka bisedu me eksin e tij. Edhe ajo në të vërteta që ato, apo veç janë thjesht me Photoshop diçka? Absolutisht, nuk janë vërteta aspak. Unë jam me Leona i të bashkëtu prej kohës kur ka dalë Leonor të Big Brother. Dhe nuk e kena post asnjëherë mes neve as naj krizë të vogël, se Lemo naj san që mu më mbo me dyshu naj qyrë, se t'i kisha post dyshimet e mia, mo t'i kisha hikse punës, mo t'i kisha kontrolu asnjëherë, se kum post kur asnjë dyshime, as nuk e kam. Janë komplet fake, nuk e di as ka i kanë marrë, as nëse se s'është edhe atë shumë zërë me bosh pusene. Kështu që absolutisht unë jam shumë e qejtë për këtë pjesë, për kundrazi na me Leonorin ato planifiku një udhëtim shumë të mirë. Kështu që that's it, s'kom asnjë koment për atë pjesën, se ke mund të post shumë shpreh, as nuk më bë drama, as nuk jam shumë e qite, më mënu me thonë ai sense shumë interesant se nuk janë të vërteta, se unë jam shumë mirë në raportin tim me Leo. Numri edhe Snapchat i kanë dalë që janë të Leo. Mundet me thonë edhe kjo që ja kanë haku telefonin ose diçka tillë Leo? Jo, telefoni nuk është haku, Leonardi ka kontakte, është artist dhe ka kontakte me shumë njerëz, ka si punë, nuk është shumë zor me gjetë numrin e Leonardit. Fatkeqësisht, as numrin tim që ti më spori, po e gjeti nuk e di. Kështu që është shumë lehtë me gjetë numrin e Leonardit edhe me stipulu një bisedë tillë. Po nuk asnjëherë nuk di që shpëmerr në ju që ka shumë sikur kur ka ndodhur shpateklis, kur nuk ka ndodhur, liga që ka posë Leonardi personal ka folë edhe kohën sa ka në mrena Big Brother, u ka një lidhje super toksike, ka folë për atë që ka shpjegu në pikat shkurta, që është nuk uni mirë me ta dhe shkon absurde me ju këthy një situatës, ku ti nuk je kon mirë dhe je një toksik, je një kontrolun, kështu që vetë që analizohet e akthesh më një vend të nuk je kon mirë, jo. Jo, normal. Kështu që një njëri me men, kry Leonardi është i pjeku, një ka 27 vjetë, po së cilë njëri nuk kthehet me një lidhje që u konë toksike dhe që i ka bot dëmë personalisht. Për të kalumën tonë, këna folë me që një tjetët, ja këna halë që sanë të apë kam asë një problem, asë unë me Leonardi, asë Leonardi, mu jena shumë qitë për këtë pjesë. Unë tash nuk është absolut zërë me gjetë numrin e Leonardit, se Leonardi është artist, dhe ke fundit që shtet, a tash e gjetë e numrin ta. Ajo mu jetë mu stipullu më bone, nuk e kam asë një problem, unë jem shumë e qitë me Leon, dhe ka besimin ta, 100%, edhe nuk është absolutisht kjo sanë, asaj përket snapit, njejt flenë, Leonardi e ka snapin publik. Po, faleminderit shumë Lela. Po në biseda tjera thuhet që ka pat Leo me shku në Gjermani edhe me bisedu, themin thojza me atë eksin e vet. A ka pat Leo e plan mu kthi në Gjermani apo gjithmonë bashkë dhe në Gjermani edhe kudo që shkone? Fakt, na kena pas plan me shku bashkë në Gjermani, prej Gjermanie kanë me shku në Itali. Kështu që po kena me shku sigurisht. Edhe Leo ka me taku familjen e vet që shëdhone kam të familjen në Itali edhe ka familjen në Gjermani. Kështu që është normale, s'mëndesh me i kësaj që mu këthy në Gjermani se atje ka familjen e vet. Amo kena po plan ku fakt me shku bashkë dhe mëse na i me shku edhe te familja jam në Itali.
A do me thonë një farë lidhje si publike me bo familjaresh do me thonë, apo? Sa familjet e tona, do më thonë, na, me familjet e tona jemi taku më t'i lau, unë vetë se jam konë Gjermoni një herë, po këtina e kam i marrë në Itali, se këtu në Kosovë kur kanë ardhur printe me pa tjetër që janë taku më ti. Lidhja jo e ka shumë e shnosha dhe s'pas ka asnjë krizë tjetër mes juve. Jo, asnjë krizë nuk po, jemi shumë mirë, keni me na po shumë shpejt për shumë të Pra, Lela tha qartë, bisedat që pretendohen beson që janë të manipuluara, teksa ata vazhdojnë planet për udhëtime e hapa të rinj në lidhjen e tyre. Duket se asgjë nuk e lekun çiftin Lelo. Edhe në ditë ku zakonshmit ndjellën, shkojnë të vani dhe din shka zgjellin. Chicken wings, chicken strips edhe burger që një mersh nish, tanginë dhe synin e und. Shije ma fresh ever, lang për goje me të shku. E nëse më shetë në drive-thru pe din qa pa du, son të kom djeni që kom u konë faja! Hebs Fried Chicken, Hebs and Dance. Konsumimi i Hebs Fried Chicken mund të krijojë varësi, kënaqësi të tepruar me strips, dashuri të sinqertë me wings, të egër me burger, vizita të pakontrolluara në drive-thru e klikime të pandalshme në porositë online. Do t'ju kujtoj mbrëmjen e heshtur pas lirisë. Një ëndër që përshkoj shpirtin e zemrën. E për të dalë për te i mureve të asaj shtëpie. Si një pemë e lullëzuar në tokën e djegur, u rrit me kujdes. Edhe kur kohë të marrë erë, prezenca e ti do jetë kudo. Rrugtim ndër vite, plot pasion. Në çdo gotë kujtojnë fillimet e saj, ku ngrit si fryma e një populli të gjallë. Në cilësi, kualitet, shije e freski, me standardet më të larta, ashtu si që don tradita jonë. Se të vendit jemi ne. Si një këngë e vjetër që ndëgjohet edhe sot. Fruti është një dhe i vetë.